Dhe për individ të cilët sot janë me pagë minimale ose me pagë nën mesatare në nivel kombëtar, të bësh investime është thuajse pamundur. Të kesh një mundësi të një pensioni të dytë ose një pensioni privat është thuajse pamundur, pasi nëse një individ ka një të ardhur me një pagë minimale ose nën mesataren në nivel kombëtar, do thotë që ai në këtë rast ka vështirësi të përballojë jetesën sot dhe jo më të kursej për nesër. Dhe në tilla raste, këshilla ime vetme është sigurohuni, që në kupton paguani kontributet për sigurimet shoqërore. Bisedoni me punëdhënësit tuaj nëse ata nuk e realizojnë të plot në mënyrë që juve të derdhni të plot në bazë të pagës reale të gjithë vlerën e kontributeve sigurime shoqërore në mënyrë që ju nesër të keni mundësinë dhe t'i garantoni vetes një pension të plot shtetëror. Dhe kjo do thotë një garanci për një jetesë më dinjitoze në periudhën e pensionit, ku mundësia që ju do keni për të siguruar të ardhur shtesë do jetë më e kufizuar. Nga ana tjetër, nevoja për shpenzime do jetë edhe më i lartë, sepse kostot e jetesës rriten, por edhe shpenzimet shëndetësore rriten gjithmonë edhe më tepër.